Editorial nga Dritare.net. Kur bota përballet me kriza të mëdha, vendet e vogla nuk mbeten kurrë të paprekura. Shqipëria është një vend i vogël, por me një pozicion të madh strategjik, dhe historia na ka mësuar se në Ballkan çdo valë e madhe përplaset fort. Sot jemi dëshmitar të një bote gjithnjë më të polarizuar, me lider më të paqëndrueshëm, më të zhurmshëm dhe më të papërgjegjshëm se kurrë më parë. Dhe pyetja që shtrohet është: çfarë do të ndodhë me Shqipërinë nëse kjo krizë globale shkon drejt një përplasje më të madhe? Ekonomia është e para që goditet. Shqipëria varet nga importet dhe diaspora. Një luftë e gjerë, qoftë në Europë, lindjen e mesme apo Azinë, do të sjellë rritje të çmimeve, veçanërisht të karburanteve, grurit dhe energjisë, rënje të remitancave nga shqiptarët që jetojnë jashtë, nëse ekonomitë e vendeve pritëse përkeqësohen, ngadalësim të turizmit, i cili është kthyer në një shtyllë të rëndësishme të ekonomisë sonë, shoqëria në frikë, pasiguri dhe shpërqendrim. Kur bota dridhet, edhe shoqëritë më të qëndrueshme ndihen në ankth. Për një vend si Shqipëria, shtohet pasiguria kolektive, e cila përkthehet në mosbesim, teori konspirative dhe zhgënjim. Ka rrezik për një rritje të emigracionit, sepse njerëzit gjithnjë kërkojnë të shpëtojnë nga ajo që nuk kuptojnë. Kërcënime digjitale, më të padukshme, por më të rrezikshme. Shqipëria ka provuar çfarë do të thotë të jesh në shënjestër të sulmeve kibernetike. Një konflikt më i madh do të sjellë sulme ndaj rrjeteve publike dhe sistemeve shtetërore, dezinformim të qëllimshëm për të përçarë opinionin dhe për të ulur besimin në perëndim. Roli i NATO-s dhe përgjegjësia jonë. Si një vend antar i NATO-s, Shqipëria nuk është neutrale. Në një përshkallëzim ushtarak, roli i saj do të jetë mbështetje logjistike për aleatët, territor për pozicionim strategjik, siç është porti i Durrësit apo bazat ushtarake, angazhim në solidaritet, qoftë me trupa ushtarake, qoftë me logjistikë dhe diplomaci. Kosova është vija më e kuqe. Çdo krizë që prek Kosovën është një çështje e brendshme për Shqipërinë. Një përplasje e re atje, në hijen e luftës globale, do të ketë së pari ndikim emocional masiv tek shqiptarët, presion mbi politikën shqiptare që të pozicionohet më fort dhe më me përgjegjësi, rrezik real për përshkallëzim rajonal. Çfarë mund të bëjë Shqipëria në këtë rast? Në një botë me lider të vegjël dhe kriza të mëdha, Shqipëria duhet të jetë e mençur, jo e zhurmshme por e qartë, jo e frikësuar por e përgatitur. Duhet të forcojë së pari sigurinë kibernetike, diplomacinë strategjike, unitetin e brendshëm, besimin te partnerët perëndimor. Shqipëria nuk ka luksin të jetë naive, por ka mundësinë të jetë e mençur dhe e domosdoshme, si një vend i vogël me përgjegjësi të madhe. Edi Rama mes krizës globale dhe rolit të Shqipërisë. Kur bota tronditet nga luftrat, krizat dhe përplasjet e mëdha, vëmendja kthehet tek liderët. Jo vetëm ata të superfuqive, por edhe ata që megjithse vijnë nga vendet e vogla, dinë të luajnë rolin e tyre me mençuri. Shqipëria sot, e vogël, por në pozicion të madh. Shqipëria është vend antar i NATO-s me rol kyç në Ballkanin Perëndimor, në kufi me Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe me syt nga perëndimi. Një vend me një shtrirje strategjike që ndon se nuk ka fuqi ushtarake apo ekonomike për të ndikuar drejt për drejt në zhvillimet globale, ka mundësi për të qenë zë, ur dhe sinjali i stabilitetit në një rajon të brisht. Dhe në këtë rol, Edi Rama ka treguar disa cilësi që e bëjnë të dallohet. Një zë që dëgjohet. Rama ka një stil të vetin komunikimin ndërkombëtar, shpesh ironik, ndonjëherë provokues, por gjithmonë i qartë dhe i drejt për drejt. Në një kohë kur shumë liderë europian duken të zbedh dhe të ngurtë, Rama del jashtë kornizave, dhe kjo e bën të dëgjohet. Ka folur hapur për vonesat e BE-s për integrimin e Ballkanit, për hipokrizinë e perëndimit në trajtimin e refugjatëve, për rrezikun e rritjes së ndikimit rus e kinez në rajon. Rrjete dhe marrëdhënie. Edi Rama ka ndërtuar marrëdhënie personale me lider të rëndësishëm, nga Macron e Meloni te Erdogan e Vučić. Kjo e bën një aktor që nuk e injoron dot askush në Ballkan. Në një kohë kur SBA-t dhe BE-ja po përpiqen të ruajnë ekuilibrin në rajon, Rama është shpesh ndërmjetësi i heshtur ose i zëshëm, që ndihmon në ruajtjen e këtij ekuilibri. Kufizimet e një lideri të vogël në një kohë të madhe. Por përtej fjalëve dhe skenës ndërkombëtare,
Rama mbetet një lider i një vendi më të vogël, që do të thotë një ekonomi më e brisht dhe institucione të dobta. Një lider simbolik, por i rëndësishëm. Edi Rama nuk është një lider që do të ndryshojë rrjedhën e një lufte botërore, por në një kohë kaosi dhe zhurme, ai mund të jetë një zë i arsyes për Ballkanin, një sinjal që Perëndimi duhet ta dëgjojë dhe një shembull që vendet e vogla nuk duhet i humbin nervat kur bota humb busullën. Në këtë kuptim, Rama është më shumë se sa kryeministri i Shqipërisë, është një lidhje mes një rajoni që digjet dhe një perëndimi që nguron, dhe kjo, në vetvete, është një përgjegjësi që nuk duhet nënvlerësuar.